Ne duhet të mundohemi ta lexojmë Kur'anin në origjinal, pra në gjuhën në të cilën është shpallur. E nëse ne këtë nuk mund të bëjmë, pasi ndoshta nuk dim ta lexojmë në gjuhën arabe, atëherë gjatë muajit të Ramazanit të mundohemi të dëgjojmë Kur'an, për shkak se edhe vetë dëgjimi i Kur'anit e ka vlerën e vetë. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar thot: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'ani, ju dëgjoni me vëmendje dhe heshtni, pra mos merreni me gjëra tjera sepse lexohet Kur'ani, la'allakum turhamun, që të jeni të mëshiruar. Do të thot dëgjimi me vëmendje i Kur'anit sjell mëshirë për njerëzimin. Pra, të jemi ne ata të cilët do të mëshirohemi duke dëgjuar Kur'an me vëmendje.